Rikthehemi sërish në studio, jemi së bashku në Living Day. Në vitet e fundit, raste tragjike të vajzave që kanë humbur jetën si pasojë e konsumimit të fotoksinës kanë tronditur opinionin publik. Këtë fundjavë, një vajzë 23 vjeçare i dha fund jetës me fotoksinë në fshatin Gjyherin të Vlorës. Ende nuk janë zbardhur të gjitha detajet e ngjarjes, ku e reja bashkëtonte me të fejuarin e saj. Sipas një prej mikeshave të saj, ajo kishte probleme në çift. Ky nuk është rasti i parë që një ere konsumon fotoksinë dhe jep fund jetës. Po ashtu, rasti i Joana Nikollit në Lezhë na risolli edhe një herë në vëmendje problematikat e vetvrasjes. Do të kemi të ftuar në studio Miranda Rira, sociologe, për të na sjellë në vëmendje edhe një herë këtë plagë të shoqërisë. Miranda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në Living Day. Faleminderit. Do të flasim sot për një temë të rëndë që është ajo e vetvrasjes dhe ajo që vetëm muajin e fundit kemi patur 2 raste që kanë zgjedhur këtë mënyrë për t'i dhënë fund jetës. Vajza të reja janë raste të cilat nuk janë zbardhur deri në fund, megjithatë bashkë mund të bëjmë një kronologji të tyre. Pra diskutim. Së pari ju falenderoj shumë që zgjidhni këto tema, sepse në fakt janë tema që na prekin të gjithëve, pavarësisht se duket sikur prekin në fillim familjen ku ndodh, domethënë ngjarja, po në fakt ato janë një treguesi i shoqërisë në cilën ne jetojmë sot. Ju përmendët 2-3 raste. Unë do të përcjellja në kujtesë edhe një rast shumë të dhimbshëm, mbase më të dhimbshëm që ka ndodhur ndonjëherë, është një ngjarje që ka ndodhur para 2 vitesh në Shkodër, ku Alma Arazi i dha fund jetës së saj bashkë me 3 fëmijët e mitur, duke u hedhur në lumin e Bunës. Dhe ngjarjet pasaj dihet se si shkuan. Ajo që dua të them është se në fakt ajo që po ndodh me shoqërinë shqiptare sot është një tregues i një sistemi të çorganizuar. Pra, nëse ne do thonim se çfarë po ndodh me ne, sepse është një pyetje që bëjmë të gjithë. Domethënë çfarë po ndodh? Përse këto tipologji krimesh, vetvrasje, shtyrën e vetvrasje, krime që ndodhin brenda familje, sepse nuk kanë qenë më përpara në atë tipologjinë ose le të themi në backgroundin apo në kulturën shqiptare. Kur flasim për vrasjet që ndodhin në familje, domethënë ato mund t'i kategorizojmë në disa domethënë mënyra ose në disa raste. Kështu për shembull, në rastin domethënë kanë ndodhur disa raste edhe në Laprak, do thoja, ku për shembull një rast që më ka bërë shumë përshtypje është dhe që nuk ka qenë i vetmi, kur dikush vret në këtë rast për shembull bashorten, pastaj vret nënën, vret fëmijët dhe në fund vret veten. Ky rast merr emërtimin si familicid. Pra, nuk kemi vetëm një viktim, por ka shumë viktima brenda një familje. Ka raste kur dikush vret gruan dhe më pas vret edhe veten. Pra, ai ose si thua, domethënë ndaj të tjerëve krijon këtë akt dhune që degeneron në vrasje ose ndaj vetes tij që kryen vetvrasje. Ka raste kur ai vret nënën dhe kjo lloj vrasje njihet me emrin matricid, kur vret babain, patricid, kur vret fëmijën e tij, filicid, kur vret fëmijën foshnjë, mbasi për shkak të gjinisë apo të seksit, infanticid. Pra janë disa kategori, por femicidi, pra vrasja e gruas, sidomos në raporte ku janë burrë e grua, pra në raportet ose intimiteti, në marrëdhëniet seksuale, është një këmban alarmi në shoqërinë tonë, sepse nëse shohim të paktën në dekadën e fundit, rasti i grave të vrarë, domethënë marrëdhëniet në çift, shkon rreth 139, pra është shumë i lartë. Edhe nëse ne referohemi disa të dhënave zyrtare, për shembull drejtorisë së policisë apo instatit, të referohemi për të kuptuar ndoshta ka një numër, edhe pse unë dua të them që për shembull në drejtorinë e policisë së shtetit ekziston një sektor që quhet sektori i statistikave, ku jep të dhëna në lidhje me krime të kësaj natyre. Dhe shpeshherë edhe kur ndodh një ngjarje, një vrasje, ajo e para që informacioni i parë që ne marrim nga policia apo edhe nga gazetarët është që ka ndodhur kjo vrasje dhe është bërë për shkak të xhelozisë. Në fakt është një emërtim i gabuar, sepse vrasjet që ndodhin në Shqipëri, pra po flas për vrasjet kur burrat vrasin gruan e tyre, apo domethënë partneren me të cilën ata bashkëjetojnë, në shumicën e rasteve janë vrasje për nder. Ato ndahen në 2 kategori. Pra, vrasje për nder, të njohura si honor killings, ose vrasje për pasion. Në vrasjet për pasion ka një marrëdhënie pasionante, një marrëdhënie seksuale midis 2 njerëzve, që mund të shkojë deri në vrasje, dhe aty është xhelozia seksuale, ku partneri mashkull është xheloz për
partneren femër. Ndërsa në rastet kur vrasja është për nder, që në shumicën e rasteve të ndodhura në Shqipëri, ky është profili, vrasja ndodh sepse le themi marrëdhëniet jashtëmartesore ose kurvëria ose marrëdhëniet seksuale të vajzave para martese shikohen si një shkelje fortë e kodit moral. Këto janë vrasje që ndodhin edhe në Turqi, edhe në lindjen e mesme, sepse janë shoqëri ku shariati ose drejta doksore ati vendi është shumë e fortë dhe nuk e pranon që një burr të tradhohet nga bashorti i tij. Prandaj edhe në mesjet këto lloj vrasjesh, domethënë ne deri vonë kemi parë dëgjuar edhe në judaizëm. Ato dënoheshin me gur, pra në momentin që një grua kape në tradhti, ajo duhet vdiste e rrethuar nga meshkujt që e dhunonin me gur. Dhe jo vetëm në lindjen e mesme, por edhe deri tek aztekët shkonte, domethënë kjo tipologji. Më vonë këto kanë ndryshuar. Çfarë ndodh tani? Të dhëna që na vijnë nga OKB-ja, kryesisht nga UN-i. Përpara se ti referohemi të dhënave, do doja që të risjellim edhe një herë në vëmendje të paktën 2 rastet e fundit ku gratë kanë bërë vetvrasje me fotoksin, por familjarët e tyre kanë akuzuar partnerët. Shohim një material dhe rikthehemi sërish në bisedë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fundjavë në fshatin Gjyherin të Vlorës, ku një 23 vjeçare, Ola Metani, dyshohet se ka konsumuar fotoksin duke i dhënë fund jetës. Ajo jetonte me të fejuarin i cili, sipas shoqes së saj, mund të ketë qenë dhe shkaku i vetvrasjes. Menjëherë pas vdekjes ka reaguar në rrjetet sociale xhaxha i vajzës. Në statusin e tij në Facebook ai shkruan: Ola e xhaxhit, menduam që mjaft i kemi pasur lotës, por ikja jote na hidhëroi shpirtin. Ishe një lule e bukur dhe e tillë do të mbetesh gjithë jetën, o yll i bukur që na loton zemrën dhe shpirtin. Lam të mirë, o yll i xhaxhit. Ky është rasti i dytë i vetvrasjes me fotoksin brenda pak muajsh. Joana Nikola, një tjetër e re 22 vjeçare, ndërmori të njëjtin akt vetvrasje, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Familjarët denoncuan në polici bashkëshortin e saj. Ata kanë pretenduar se Joana i dha fund jetës si pasojë e dhunës brutale nga bashkëshorti. Përpara se t'i jepte fund jetës, vajza e re la një letër në të cilën shkruante: Nuk dua të më lëndojnë më dhe të më bëjnë keq. Pam këtë material ku askush nuk mbetet indiferent ndaj atyre fjalëve, portreteve që në foto duken gjithë jetë. Aq të reja. Çfarë po ndodh? A mos po dështon familja, po shoqëria ta dëgjoj vuajtjen, dhimbjen e vajzave? Pyetja që ne i bëjmë vetes tonë, që i bëjmë njëri tjetrit, është kush e ka fajin? Çfarë po ndodh pra? A është shoqëria? A është familja? Mungesa e vëmendjes nga familja? A është ai partneri dhunshëm që na dhunon mbase jo gjithmonë fizikisht, por emocionalisht, psikologjikisht? Dhe këto janë dhe pasojat që çojnë deri në shtyrën në vetvrasje ose në vetvrasje, sepse tendencat për vetvrasje janë shumë të mëdha. Në çdo vit në Shqipëri, domethënë ka të dhëna që ato jo gjithmonë le them janë zyrtare, po ka të dhëna që personat që kryen akte vetvrasje janë në një numër shumë të lartë se sa rasti i vetvrasjeve. Çfarë do thotë kjo? Zakonisht meshkujt për shembull përdorin, ndryshon edhe metodologjia ose mënyra. Meshkujt më shumë përdorin armë të ftohta për shembull ose armë për të vetvrarë, ndërsa gratë më shumë fotoksin ose pin ilaçe. Pra, në shumicën e rasteve ato arrin që të mbijetojnë, po them, por në pak raste të tjera shkojnë në vetvrasje derisa humbin edhe jetën. Dhe kjo nuk është vetëm një gjë shqiptare. Pra, në botë mund të ketë, jo mund, po sipas të dhënave nga OKB-ja, nga UN-i ka rreth Kombet e Bashkuara, pra rreth 800.000 vetvrasje në vit. Dhe kjo do thotë që çdo 11 sekonda një njeri jep fund jetës. Është një shifër shumë e lartë, është shqetësuese. Pra, kjo është për vetvrasjet. Pastaj nëse flasim për vrasjet në çift, sepse ne pam që në shumicën e rasteve, sapo ndodh një gjë, gjëja e parë që shkon në mend është bashorti, sepse pse një grua e sapo martuar aq e re, do të zgjedhë jap fund jetës, mund të jetë një nënë e re, mund të jetë një nënë që është në kulmin e karrierës së saj dhe vendos të vetvritet. Pa diskutim që raporti i saj
martesor ka probleme. Mund të jetë viktimizimi gjinor, mund të jetë dhuna fizike, seksuale, dhuna psikologjike vazhdueshme që ka çuar dhe ka shtyrë këtë grua të marrë këtë vendim. Zakonisht, ose nëse flasim në rend global, edhe kjo shifër shumë e lartë. Pra flitet për rreth 50.000 njerëz që, domethënë gra, femicidi është shumë i lartë. Dhe natyrisht që edhe në Shqipëri ky numër është shumë i lartë, sepse tek ne është kultura e dhunës shumë e lartë. 50.000 gra në botë që dhunohen, që vriten, që janë viktima, domethënë që vritjen, pra flasim për femicid, të vrara, të vdekura, jo për raste, po them, të dhunës shtëpiake, dhunë ekstreme, tjera se kjo është shumë herë më e lartë. Nga këto raste, nëse kjo është, le themi, një shifër në gjithë në shoqëritë globale, pra e marrë në tërësi, por nëse e marrim brenda një dite numri shumë i lartë, sepse shkon në 120 gra. Dhe nëse e marrim 120 gra në vrara për shkak të dhunës ekstreme nga bashkëshorti dhe mënyra si vriten është ndryshme. Pra mund të jetë marrëdhënie bashkëshortore, por është bashkëshorti, mund të jetë partneri seksual ose bashkëtuesi, ose një i njohur me cilin vajza ose gruaja ka marrëdhënie seksuale. Pra unë po flas vetëm për marrëdhëniet në çift. Dhe këtë që them, Bruna, e them sepse për rreth një dekadë, 10 vjet, jam marrë me punimet e mia vetëm për dhunën dhe vrasjet në çift, në Shqipëri dhe më gjërë. Çfarë e shkakton atë? Çfarë e shkakton? A është pra mentaliteti shqiptar, ky mentaliteti patriarkal që gruaja shikohet si një sen, si seksi i dytë, përgjigja është shumë e, domethënë jo ngatruar, por ka disa shpjegime. Ajo që në fakt shpjegon edhe rastin e jo vetëm të vrasjeve, por edhe të shtyrës në vetvrasje, por edhe të krimeve të tjera, por që ka një natyrë brenda familjes, natyrë seksuale. Së pari pra janë teoritë psikologjike që shpjegojnë këtë gjë. Pra njerëzit, kur them njerëzit e kanë fjalën për bashkëshortët, edhe pse familja shikohet si suaza më e ngrohtë, më e pashtë, më e mirë, shpeshherë degeneron në marrëdhënie agresive, ku ka shumë konflikt familjar brenda familjes, që njëri nga partnerët pra ndjet, njëri është abuzuesi, tjetri është viktima. Dhe në shumicën e rasteve fatkeqësisht është gruaja viktima dhe jo burri. Pra ka një, domethënë në pak raste mund themi që janë teoritë psikologjike zakonisht e vënë theksin tek problemet që ka individi. Pra mund të ketë çrregullime të shëndetit mendor, mund të jetë bipolar, mund të ketë pasoja, pra mund të ketë tipare psikopatologjike, paranoja se bashkëshortja po e tradhon, mund të jetë skizofrenia, një element tjetër që e shtyn drejt krimit ose drejt vrasjes. Por shpeshherë në këtë Shqipërinë tonë, në realitetin tonë, duke qenë se shoqëria shqiptare po kalon në disa stade, ne gjithnjë themi shoqërinë tranzicion. Por cili është i pari saj? Nëse do ta etiketoja shoqërinë shqiptare sot, do thaj që është një shoqëri anomike, një shoqëri e çorganizimit social, një shoqëri e shtypjes, një shoqëri anomike institucionale, sepse janë shumë institucione që nuk kryen rolin e tyre që duhet të kryejnë. Shoqëria anomike është një shoqëri ku norma tradicionale që deri dje kanë qenë udhërfyesit kryesor. Feja ishte një udhërfyes shumë i fortë, ka qenë, ndarja e punës dhe shumë elemente të tjera. Familja ka pasur, mësuesi, këto kanë qenë institucione zyrtare shumë të forta. Tani ato e kanë humbur atë vlerën e tyre. Dhe përpasoj, ky individi ndjet i huaj, i tjetërsuar, nuk ka lidhje të forta me familjen, individualizmi është një gjë tjetër, ai ndjet i huaj, ai ndjet sikur askush se dëgjon, as shoqëria, as familja, as grupi bashkëmoshatarëve të tij, ndjet i pakënaqur dhe kjo shoqëri e cila vetëm e shtyp atë, pra shoqëria shqiptare është një shoqëri, unë do sjell një sociolog amerikan, ai është dhe psikolog social në fakt, Robert Agnew, thotë shoqëria e shtypjes është kjo shoqëri ku individi ndjet i shtypur dhe sa më shumë ai shtypet, ai prodhon frustracion dhe natyrisht një lloj egoizmi që diku shpërthen dhe sjell në Dhe shes se shoqëria shqiptare është e tillë. Po, është e tillë për shkak se ka shoqëri e presionit që krijon shumë frustrim. Pra, individi, sepse individi përjeton nga një ranë, pra mund të jetë çrregullimet e tij dhe këtë thashë shpjegojnë teoritë psikologjike, psikoanalitike, psikosociale, që janë problemet e individit të tij dhe jo të tjerëve, sepse ne mund të shohim dhe në rrethin tonë, komshi mund kemi, ose kur dëgjojmë një krim, themi si ka mundësi sa ishte aq normal, si arriti ta bëj këtë. Pra, në një moment të caktuar njerëzit shpërthehen
ndajnë për shkak të frustracionit, të pakënaqësisë, të vetmisë akumuluar dhe kryen krime edhe ndaj njerëzve më të dashur, që mund të jenë bashkëshortja, njerëzve të familjes, njerëzve që i kanë më afër rrethit të tyre shoqëror, aqsa kemi pasur dhe raste edhe të vrasjes së fëmijëve të tyre, që në fakt është për shembull vrasja e matricidi, domethënë vrasja e nënës së domethënë fëmijëve nga nëna ose nga babai është shumë e fortë. Por kjo shoqëri e shtypjes, për ta përfunduar argumentin sociologjik, kjo ekziston ose le themi se ndorton atë pabarëzi të fortë sociale, pabarëzi ekonomike, pabarëzi shumë e madhe. Ti ke një pakicë shumë të vogël që është shumë e pasur dhe një shumicë shumë e madhe që është shumë e varfër. Njëra pasurohet në kurrizë të kësaj shtresës që është pasuri, domethënë që është shumica e popullsisë, popullata. Dhe që ndikon. Dhe të gjitha ndryshimet politike që kanë ndodhur në 2 dekadat e fundit, çfarë kanë bërë? Kanë shkrirë këtë shtresën e mesme, që çfarë bën ndarjen e të ardhrave në shoqëri. Nuk ka një ndarje të barabartë. Ka shumë paparëzi. Ta kuptojmë sot së bashku, e mirëpritur gjithmonë në studion e Living Day. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Mirupafshim.